dukshëm gjendja komunitetit egjiptian në Kosovë. Domthonë lidhet drejt për drejt me nevojën e ndryshimit, sepse kjo gjendje për ne është e papranueshme. A pengon nëse pjesë ekzekutivit të ardhshëm ose të qeverisë do të ishte edhe zoti Krasniqi, Elbert Krasniqi? Jo, apo s'keni Elvia të Kuqin atë mund bashkëpunoni edhe me të edhe me gjithë? Përkundrazi, unë e ftoj zotin Krasniqi sepse përfaqësojmë të njëjtin komunitet, e ftoj t'i bashkojmë forcat politike. Bashkoni forcat. Të jemi bashkë përballë kërkesës edhe interesave të komunitetit egjiptian dhe në këtë rast kemi momentin historik për neve që ne me 2 deputet të komunitetit egjiptian të bëjmë ndryshimet cilat janë të nevojshme që një kohë gjatë dhe unë bëj ftesë dhe nuk kam asnjë problem me këtë pjesë sepse ne kemi kalu garën zgjedhore edhe unë jam i gatshëm pavarësisht replikave që kanë qenë nëse ai është i sinqert ti ulni shtizat edhe nëse ai është i sinqert në kërkesa në ato që është zotu përballë unë e pranoj pa problem që ne të ecim edhe të udhtojmë bashkë. Si do dokon takimet me përfaqësuesit e komuniteteve Matoshi sot dhe çfarë bëri përshtypje sot tani kur po flasim para 15 prillit ditës së konstituimit kuvendit dhe para 8 prillit ditës kur partitë politike do duhet të mblidhen bashkë. Ato duk që Kurti e ka mbështetjen e komuniteteve? Po gjithçysh, edhe duhet me qenë korrekt, edhe me falënderu këta përfaqësues e partive të komuniteteve jo shumicë në Kosovë, sepse e kanë pranu dhe i kanë qenë lojal, besnik shtetit Kosovës, prandaj me plot merit e kanë vendin e tyre në qeverisjen e vendit. Dhe këtu nuk ka asnjë të keqe, por përkundrazi, e kanë bërë edhe qeverit tjera, do e bëjë edhe Albin Kurti, pse jo, nuk është asnjë e keqe